Familja Roçi prej vitesh përballet me dhimbjen për djalin e vogël Rej Roçi, vetëm 12 vjeç, i cili fatkeqësisht për shkak të sëmundjes është i detyruar të kalojë jetën në shtrat. Ana ekonomike e familjes për shkak të ilaçeve të cilat janë emergjante është rënduar, ndërsa apeli të prindërve i është përgjigjur deputeti Evangel Tavo, i cili ka vizituar edhe familjen Roçi dhe vogëlushin Rej. Nuk flet, të shkuara. Në ndim të familjes, deputeti Tavo ka marrë përsipër shpenzimet për shëndetin e fëmijës 12 vjeçar, duke mundësuar edhe vizitat në kryeqytet të cilat janë emergjante për jetën e tij. Për një vit do t'i mbuloj unë shpenzimet e medikamenteve të djalit dhe në vazhdim pastaj do të shikojmë çfarë mundësish do gjejmë në mënyrë që realisht shteti dhe Ministria e Shëndetësisë të gjejnë një mundësi për ta zgjidhur problemin për vazhdimsinë, sepse ekzistojnë mundësit të shmangim burokracitë që zakonisht ndodh në strukturat shtetërore. Ndoshta medikamentet që sot merret dhe trajtohet nuk ekzistojnë, por ekziston rruga për t'i marrë këto medikamente nga vendet të tjera të rajonit që ka për t'i sjellë Ministria e Shëndetësisë dhe nëpërmjet një farmacie shtetërore t'ju furnizoj, apo dhe private t'ju furnizoj juve. Që unë përveç se sot erdha për të mbajtur atë premtim që i dhash Bledit, në vazhdimsi do interesohem që kjo punë të zgjidhet për gjithmonë me medikamente dhe me çdo gjë tjetër që do nevojitet për trajtimin. Mes dhimbjes për fatin e fëmijës, Brikena Roçi ama ka falenderuar deputetin dhe ndihmesën e dhënë, e cila lehtëson sadopak anën ekonomike të familjes së tyre. Unë i falenderoj të gjithë që më kanë qëndruar pranë hallit tim. Një falenderim i veçantë shkon deputetit Evangel Tavo, i cili më ka qëndruar shumë pranë hallit tim. I uroj suksese në karrierë dhe falenderit shumë. Të shkuara. Falenderit.